Përshëndetje, unë jam Luma Abdule dhe kjo është videoja e parë që po bëj në YouTube dhe në të gjitha rrjetet e mia sociale. Domethënë, është videoja e parë që unë po flas ballë për ballë me kamerën, me zëra dhe me figurë pa filtra, sepse gjithmonë kam bërë, por me ndonjë voice over dhe me ndonjë këngë në sfond. Atëherë kam zgjedhur që të hap faqe YouTube sepse përveç dëshirës së madhe, dëshira ime ka qenë gjithmonë aty, thjesht unë kam pasur shumë komplekse tamam, po nuk e di, jam shumë tip që kujt i intereson se çfarë bëj unë, domethënë jam shumë njerëz që mendoj shumë për çfarë mendojnë të tjerët kur harroj të mendoj se çfarë duhet mendoj për vete. Dhe zgjodha të dëgjoj mendimet e mia dhe mendimet e mia ishte të filloj video në YouTube. Kam zgjedhur që të flas për shumë tema dhe për të bërë shumë challenge, vlog. Nuk e di, këto mendoj, por se çfarë do mund të kërkoni juve, se çfarë audiencë do kem, nuk e di, duhet ta shikojmë. Atëherë, tema që kam zgjedhur si fillim për të folur janë dasmat shqiptare. Pse dasmat shqiptare dhe pse kjo temë? Sepse unë jam në përgatitje për një dasme për veten time. Dhe që është shumë e vështirë, po pas ka shumë gjëra. Okej, kur ti shkon nga jashtë, do marrësh telefon dekorin, do zgjidhësh dekorin, lokalin, hëntarin. Edhe fustanët. Ka shumë gjëra, ose ndoshta kur i përjeton me shumë emocione dhe të duket si më të vështira, nuk e di. Pastaj ka dhe shumë shpenzime. Unë jam munduar që mos të zgjidh gjëra të më të shtrenjta, sepse nuk më pëlqen egzagjerimi. Më pëlqen të zgjedh gjëra të thjeshta. Okej, kur bëhet dasma ime, pastaj e të shikoni ndonjë gjë që, më thënë, se siç është e thjeshta ime, nuk është e thjeshta juaj dhe normalisht mund të ketë diskutime që ti the e thjesht, nuk është e thjesht, gjëra të tilla. Gjithsesi, di çfarë, po marr fletoren dhe po vi këtu dhe të them, t'ua tregoj dhe të më thoni çfarë duhet shtoj dhe çfarë nuk është e nevojshme për të gjithë ato që gocat që e kanë kaluar dasmën e tyre dhe për të gjitha ato që janë në përgatitje të një dasme, të mësojmë bashkë. Shiko si e kam bërë fletoren time të gjërave nga stresi. Atëherë, mos të merremi me listën e njerëzve të ftuarve sepse është vërtet shumë e gjatë nga dy anët. Si fillim, unë do bëj 2 dasma, domethënë të shtunën dhe të dielën, nuk do bëj një të përbashkët sepse i bie shumë veta. Dielën të shtunën unë kam diku tek 205-210 veta në mos gaboj, diçka e tillë, ndërsa të dielën i fejuari ka 180-190 veta, diçka e tillë. Më dolën para gjërat e dhëndrit dhe janë shumë pak. Kostum, këpuc, unaza, lulet e xhepi dhe rregullimi i makinave. Edhe këto ja kam shtuar unë, kështu që mos duket. Gjërat e nuses, më falni. Okej, këto janë gjërat që unë kam dhënë kapari, kam shënuar dhe bëni mirë që të gjitha të shënoni, që për çdo fishkuptim pastaj i keni të gjitha të shënuara. Kapari i fotografit, të këngëtarëve, të fustanëve dhe të lokalit. Atëherë, gjërat e nuses, sandale, po i bëj me tik sepse i kam marrë. I kam bler halla nga Amerika, do bëjte një video që të tregoj të gjitha gjërat që më ka bler halla nga Amerika. Kam një hall super të mirë, më ka bler fustane dasma është normale, sepse unë këtë verë kam edhe 2 dasma të tjera përveç times, këpucë, sandale, çanta, tamam paj, do thoja paj, po. Ka parë tek parukerja edhe këtë po e bëj tik sepse e kam dhënë. Aksesorët. Kam disa, por që do blej, nuk po e bëj me tik të. Unazat nuk i kemi bler akoma. Kam shkruar dhe hudrën. Është shumë e rëndësishme. Shnojni dhe hudrën. Nuk dihet, kemi dëgjuar shumë raste dhe hudrën. Thonjt, kam shkruar edhe thonjt. Nuk unë i bëj thonjt muaj për muaj, sot nuk i kam të bërë. Kam bërë thonjt muaj për muaj dhe për dasmën time do harroja të bëja thonjt. Po hajde man. Rregullimi i dhëmbëve, sepse unë kam këtu i kam pak të thyer, sepse unë i kërcas shumë dhëmbët natën dhe duhet të blej dhe klëf, po dhe të bëj në një rregullim të vogël.
Shami, edhe kam shënuar në klapa sepse shoqja ime ka bërë dasmë në maj dhe mi ka dhënë të gjitha ato që ka pasur ajo pengesë, mi ka dhënë mua si këshilla dhe në klapa është e qepur mirë, sepse ndoshta kur rrotullon kështu shamin, shqepet ajo me ruaza. Kuti unazash, po edhe kjo është një gjë. Gotat, po që unë kisha harruar, sa mirë që e kam shënuar. Shportën po e bëj tik sepse i kemi, shportat. Pasqyrë, po është mirë të kesh pasqyrë që ko është kur merr nusën, diçka e tillë, po. Lule, erashk dhe torta. Tortën e gati e kemi të zgjidhur, po bëjmë një tik sepse shkuam dje dhe pam të gjitha modele. Kështu që është okay. Okej, nuk është shumë listë gjatë. Nisa, unë kam marrë shumë gjëra për të bërë. Do të thënë dua të blej gjërat e konfetave, që do të shënoj pak më vonë. Sepse dua që konfetat i bëj vetë, ndoshta do bëj një video duke i bërë, sepse mendoj se është një kujtim shumë i bukur që ti i bën vetë dhe përfshihesh në këtë projekt kaq që vjen vetëm një herë në jetë, mendoj. Dhe kur e mendon që përgatitesh kaq shumë dhe lodhesh kaq shumë psikologjikisht, dhe ajo zgjat vetëm 2 ditë, por kur ti merresh me gjëra përgatitje të tilla, ndonjë zbukurim tek shtëpia, ndonjë konfet, duket sikur ky gëzim zgjat më shumë. Domethënë jo thjesht ti stresohesh, por edhe përgatitesh vet. Gjërat e konfetave, siç thash, kam për të bler erashkën e thashk. Nëse ka shumë gjëra që duhet të kujtoj, po unë i harroj. E vetmja gjë që po bëj për momentin është të qetësoj veten time. Të qetësoj veten time sepse ma di këtë diskutoj dhe me të gjithë që unë çifti në dorë ka vetëm pjesën e hyrjes dhe pastaj gjitha tjetër është në dorën e dasmorëve. Por unë kam shumë njerëz, kështu që nuk e kam fare frikën. Nuk e kam fare frikën e dasmorëve sepse do më nderojnë. Nga të dy anët, është sigur që nga të dy anët. Tjetër, çfarë doja të thoj? Edhe diçka tjetër, jam duke i mbushur mendjen vetes që duhet ta shijoj në maksimum. Domethënë edhe nëse ka diçka që nuk shkon në ato ditë, duhet të qetësohem dhe të them punë e madhe, s'ka problem. Nuk ka problem, sepse nuk kam gjë në dorë tjetër përveç se të stresohem, të prish qetësinë time, ditën time, nuk kam asgjë tjetër në dorë, sepse ditët e fundit ti nuk mund të rregullosh dot asgjë. Kështu që sidomos atë ditë. Kështu që lëre, qetësohu. Mjafton 2 këngëtari, kameramani, lokali do e kesh aty ku të kërcesh dhe lëri njerëzit të kënaqen, mos i transmeto energjinë tënde. Për çfarë? Sepse nuk ishte një lule, nuk ishte një dekor. Okej, ajo është e bukur për të patur ti kujtim, po shiko se po vinë gjithë këta njerëz për ty dhe ti transmetosh këtë energji negative vetëm për një gjë të vogël që nuk shkon. Nuk shkon. Tek pjesa tani të flasë për pjesën e lokalit dhe pjesën e dekorit. Unë gjithmonë që kur kam qenë shumë e vogël, e kam pasur gjithmonë ëndër tasmën. Ëndër nuk e di pse e kam pasur ëndër gjithmonë. E di pse, po do ta them në një video tjetër. E kam pasur gjithmonë ëndër kur isha e vogël dhe nuk e di këdo e kishte kusht më, edhe nëse s'do donte bashkëshorti im të bënte një dasëm. Edhe nëse nuk të donte bashkëshorti im të bënte një dasëm, do kishte kusht, nuk e di pse, e kam pasur gjithmonë ëndër, gjithmonë. Edhe gjithmonë në mendjen time kam imagjinuar atë dasëm prallore, dasëm si mbretërore. Ndërsa tani që po rritem dhe po shikoj, mendoj vetëm për qetësinë, vetëm për lumturinë, vetëm për kënaqësinë e njerëzve dhe time bashkë. Do të thënë, ajo është një ditë që ti duhet të kënaqesh, duhet të shohësh. Ato jam dakord, ti duhet kujtesesh për disa detaje që duket sa më bukur, sa më kuluar, se do bëhet një video, por aq. Do them edhe gocave të tjera, ju lutem. Nëse kjo është e gjitha gusto imja, por do ishte me gjithë shpirt e them të gjën që mos egzagjeroni. Sepse unë nuk e kam provuar akoma, por thjesht duke qenë se këto 2 vitet e fundit ka qenë fund me dasma, dhe unë kam qenë tek shumë dasma, dhe kam qenë tek ato që kanë qenë shumë dekore të bukura, dhe tek disa të tjera që kanë qenë më minimaliste në dekor.
Nuk do të them që nuk u kënaqa shumë. Nëse ajo që dua, arsye se them sa më thjesht, po diçka mesatare, diçka sepse ti në dasëm, jo të përditshmërisht mund të ftosh vetëm njerëzit që janë në qendrë të mirë ekonomike. Do ftosh edhe njerëzit që ndoshta janë nga fshatrat, ndoshta nuk është se kam parë dasma që janë shumë luks, kupton? Pa dashur të gjykoj apo të parë gjykoj. Thjesht kjo është realiteti, po flas edhe për veten time. Pse e them këtë? Këtë e them sepse në momentin që ti bën një dasëm, wow, mallështore, me çdo gjë, njerëzit fillojnë të vinë shumë në siklet. Paktën shumë mendoj unë. Njerëzit fillojnë të jenë shumë në siklet. Do thënë nuk bëjnë ata alegrin që duhet bërë sepse mos prishin diçka, mos dalin në kamerë më shumë se ç'duhet sepse nuk duhet dalësh ti, po duhet dalë lulja. Do thënë janë më të ndrojtur, ndërsa kur ti bën diçka që është shumë smooth, është shumë e bukur, shumë e thjeshtë, shumë klas, njerëzit janë vetvetja, kërcejnë, këndojnë, bëjnë allegro, bëjnë aheng, domethënë nuk e di, kështu mendoj unë, të paktën dhe kjo është gjë më e mirë që duhet bërë sepse çdo njeri që vjen aty vjen nga larg për ty dhe ti duhet t'i japësh atyre atë komoditetin që ata të ndjen sa më mirë, sa më komod për të dhënë maksimumin dhe ty këtë dasma jote. Domethënë, unë mendoj se gjëja më e mirë gjëja më e bukur që mund të bëj te dasma ime, po më lan makina, do ishte vetëm një super alegri. Kjo është, domethënë, nëse kur isha e vogël, dasmën e ëndrave imagjinoja me fustanin madhështor edhe me lule pa fund. Tani dasma e ëndrave të mia është që pista mos të rri asnjëherë bosh. Mund të jetë full. Nuk e di pse. Dhe di çfarë më ndodh, duke qenë se unë kam këtë gjë që dua që gjithë njerëzit jenë këmbë te dasma ime, në çdo dasëm që shkon, nuk di të ulem. Thashë kur shikoj USB-t edhe videot e dasmave, them ulu mos e lenan. Më thënë, më duket sikur të proj, kur vi nga dashuria, nga kënaqësia ime. Më thënë, unë sillen me njerëzit siç duan njerëzit sillen me mua. Kjo është ideja. Tani të flas pak për fustanet e nusërisë. Unë fustanin e të shtunës të nusërisë ma ka bler halla nga Amerika, ma ka dërguar. Thjesht e kam çuar për disa rregullime të vogla sepse ishte pak i gjerë. Ishte shumë i bukur. Është shumë i bukur, paktën është jeta mia, është madhështor me gur, shumë i bukur. Sa po fola që mos të bëjmë shumë madhështor. Okej, lumja dhe kontradita. Ndërsa dhe fustanin e të dielës e kam marrë tek Frida J&J. Kishte super fustane të bukur, gocat atje ishin shumë të mirë kuptueshme, jashtëzakonisht shumë të mirë kuptueshme. Të ndihmonin pafund, të sugjeronin pafund. Më thënë unë ndjeva shumë mirë tek dyqani i Frida J&J dhe kam zgjedhur një fustan edhe ai madhështor, edhe një fustan të ngushtë. Normalisht nuk do e tregoj sepse unë nuk kam treguar as të fejuarit tim. Nuk e kam treguar, thjesht duhet të më shkoj atë ditë, nuk e di pse kam të viksi. Edhe kështu, domethënë, një sa më të qeta, çdo gjë do shkojë mirë, çdo gjë do bukur. Domethënë kur flas juve, i flas dhe vetes time. Domethënë, ju bind juve, i bind dhe veten time. Kjo është ideja. Dhe diçka për gjitha gocat që nuk duan dasëm, nuk e di, është mendimi i tyre, nuk duhet të ndërhyjnë, nuk duhet të gjykojnë, nuk duhet të paraqyjojnë, po më besoni që është një gjë shumë e bukur. Me thënë, ka shpenzime, okej, ka shumë shpenzime, ka lodhje, ka stres, më thënë, ka pa i ankthi këtu që do t'i mbarosh madje edhe dasmën do ta mbyllësh brenda një dite që të shpëtosh, por janë gjëra që kalojnë, më beso. Janë gjëra që shijohen. Mjafton që ti her pas here të vrasësh mendjes të thuash, ej stop, kjo është dasma jote, duhet ta shijosh. Qetëso. Mjafton kjo gjëja. Nuk e di, jam shumë pro dasmave, shumë pro dasmave. Domethënë, edhe shoqë kam pasur plot shoqë që nuk duan të bëjnë dasmë, duan të ikin në pushime. Duam të blejmë shtëpi, thonë ca. Ku blihet shtëpia me lekë? Ku blihet shtëpia më valla? Se për zot, në lej dasmën.
Ku blihet shtëpia me lekë të dasmës? Jam dakord që të dasmën ma bëm prindi. Prap, nuk del. Shtëpia është 100.000 euro, 120.000 euro. Qa thua? Duke se mësoam shumë se ç'duhet me kamerën. Më duket sikur kam një grup gocë, jo realisht kështu po më duket. Sikur kam një grup gocash këtu dhe po flas. Sikur po flas me ta, jo sikur po flas me veten. Ndryshimi nuk e kam shumë të mirë me të drejtën. Ndjes, është vija e parë, më falet. Edhe po bëj dhe pak stile që kur të bëj një video tjetër me ndryshim më të mirë, them shikoj, unë kam rritur dozën e kualitetit. Okej, do më nuk do të tregosh gjitha sekretet e tua. Por gjithsesi, unë bëj shumë mirë që i tregoj të gjitha, sepse tani që kam hyrë që dua të bëhem pjesë e rrjeteve sociale, gjëja e parë që kam zgjedhur të bëj është që të jem shumë realiste, të jem shumë e vërtet, nuk dua fare të shtirem, të bëj gjëra që nuk më pëlqejnë t'i bëj, edhe në jetën time reale jam kështu, edhe nëse më detyrojnë të shtirem për diçka, fytyra ime tregon gjithçka. Kështu që më besoni. Çu bëhet? Shumë bëhet. Apo ja. Bëhet kështu, e bëra kështu. Kështu. Okej. Kështu. Martaj që pa. Këti, unë jam 22 vjeç për gjithë ju që nuk më njihni. Si bëj unë, domethënë nga që do kem njerëz që do më njohin nga shoqëria, nga fisi, edhe prandaj them të jo se jam shumë vite. Jam 22 vjeç dhe jam më e vogla e fisit nga të dyja krahët. Jo, në anë mamit është ai një tjetër më e vogël, por që jam tek të voglat e fisit. Dhe gjithmonë më kanë trajtuar si të tillë, gjithmonë më shoqëruar kjo, u rritet time. Sa i rritet time, e kupton? Kur u bëre time, u bëre për të martuar. Edhe kur vajta provova fustanin, gjithmonë më atëronte kjo që unë u bëra. Po do të kur vajta provova fustanin në sëris, e thash të njëjtin gjë dhe vetes, u bëre time. U bëre për fustanin tim. Domethënë nuk po shkonte fare, më duket sikur po vishja fustanin e mamit. Nuk e di pse, ndoshta nga që s'isha rregulluar, nuk e di. Nuk isha këta. Ju gocat e YouTube-in më sugjeroni këtë për çfarë doni që të flas. Edhe video në TikTok mund të bëj, edhe në Instagram për çfarë doni ju që të flas. Qoftë për flokët, se mos kish kuptoni. Për çfarë mund të flas unë, sepse normalisht nuk kam kompetencën të flas për gjithçka. Por çfarë shikoni këtu, po pyesni dhe unë do përgjigjem me shumë kënaqësi. Dasmën time të dielën dua ta bëj, po do ta bëj tek do ta bëj në Fier tek King and Queen Palace, është super lokal, shumë i bukur. Dhe të shtunën do ta bëj te një lokal i ri që është hapur për në Saran, sepse unë vetë me origjinë jam nga jugu, nga Jushavi Konispoli. Edhe do ta bëj në Saran, por është një lokal shumë i bukur që po hapet për dasma dhe ua sugjeroj të gjitha gocave, është lokal i ri. Nuk e di nëse ka përfunduar akoma apo jo, po tani në gusht përfundonte. Dekorin tha kam vetë, tavolinën e çiftit, tavolinat e të ftuarve, normalisht mund të shtosh dhe të heqësh çfarë ti duash. E them këtë gjë për në lokalin e Sarandës sepse kam pasur shumë pikpyetje për veten time, sepse Saranda nuk është se është shumë e pirur për lokalet e dasmave, duke qenë se ka më shumë prioritet pjesën e turizmit. Ndërsa Fieri është pak më e thjeshtë dhe ke më shumë mundësi zgjedhje për lokale dasmash. Dhe kam pasur shumë të vështirë të zgjedh, domethënë njëri s'm pëlqente ngjyra, tjetri ushqimi. Tjetra ushqimi s'm pëlqente. Nuk e di, kishte shumë disa gjëra që nuk më pëlqenin dhe do ta bëja dasmën te një nga ata, po me shumë pikpyetje. Dhe rastësisht mora vesh që po hapej një lokal i ri dhe prapë me atë idenë që deri në shtator nuk do hapet, ku ka filluar, kur do mbaroj ai. Dhe por tek ata çunat që un kam do bëj dasmën, ata kanë një lokal lart pavajtur tek kalaja e Lukursit, quhet Natyra. Unë atje kam bërë fejesën dhe jam shumë e kënaqur. Ka një super, është edhe restorant, mund të prenotosh dhe evente. Është një super restorant, shumë i mirë, ka ushqim perfekt, ka pamje shumë bukur. Dhe ata çunat që kanë atë lokalin atje po hapin edhe lokalin e dasmave. Po hapin edhe lokalin e dasmave poshtë. Edhe vetëm pyetja që bëra është po ushqimi do jetë i njëjti, sepse okay, po shkoj që gjithçka është në rregull, po ushqimi do jetë i njëjti.
Të gjitha ata që do jenë lart, që janë lart, ta do jenë dhe poshtë, që mos të merak. Kështu që për mua është një tik. Akshon. Nuk e di, unë nuk kam menduar asnjëherë, unë vetë si lume, kur shkoj të dasmat e të tjerëve nuk shikoj ushqimin, nuk shikoj dekorin, fare. Më thënë, nuk e shikoj. Të betohem që nuk e shikoj, më di kam qenë në shumë dasma dhe kur janë hedhur video dekoret pas dasmës, ti këtë dasmë isha unë kam qenë, e kupton? Sepse nuk jam tipi tillë, dua thjesht të shikoj qetësinë time, të kënaqem, të jeti bukur çifti, të jeti lumtur dhe pa ç'është. Pse duhet ta bësh atë? Ndërrova pak këndin, ndesa pak dritën, po qenë më keq kështu, gjithsesi unë ta mbyll këtu këtë video. Do shihemi në videot e tjera që do bëj. Shpresoj që t'u ketë pëlqyer, shpresoj që të bëni një subscribe, sepse normalisht nëse u ka pëlqyer mund të bëni një subscribe, jo kot. Dhe i faleminderit shumë për gjithë ata që më ndoqën. Tu bë goca vipe. Të gjithsesi ne do shihemi te videot e radhës. Shpresoj shumë që t'u ketë pëlqyer kjo video, shpresoj shumë që të ketë ndihmuar. Dhe ju lutem nëse keni diçka për të më thënë në lidhje me dasmën, ma sugjeroni dhe më këshilloni. Bye bye.